28 vjetorin e rënjes në Herezë dhe Glogjan janë përkujtuar dëshmorët e kombit Sokol Sejfiaj, Din Aliaj, Aslan Rexhepaj dhe Muhamet Zenunaj. Pas ndërrimeve pranë lapidarëve të tyre, ish komandanti i UÇK-s në zonën operative të Dugaxhinit, Ramush Haradinaj, e ka vlerësuar lartë sakrificën e tyre në shërbim të atë dheut. Gjatë gjithë kësaj periudhe ka ndodhur luftime të ashpra. Është luftuar ajo që thuhet plon për plon, ball për ball. Vijat e luftës gjitha kanë qenë çarshme me u mbajt, vështira, po ushtarët e ushtrisë shqiptare të Kosovës, luftarët e kombit shqiptar, as një pozicion lufte nuk e kanë lëshuar deri në sakrificën sublime, deri në rënien heroike. Përkundër dhimbjes për më të dashurit, familjarët janë shprehur krenar për djemtë e tyre dëshmor. Ish shumë zër, e shumë rënd, më shku gjalli. Po kur pe bëj men, për shka u shkuar, me zërë tjenë tjere, shumë krenare janë. Është një krenari e veçantë, që djemë më të mirë dhe t'i kujtojnë këta gëzojnë vetëm ditëlindje dhe kur i herë. Uroj që amaneti tyne të shkoj deri në fund, që fisët toka tona të jenë të lira, të bashkuara dhe të gëzojnë prosperitet në të ardhmen. Dëshmorët Din Aliaj, Aslan Rexhepaj dhe Muhamet Zenunaj ranë më 9 gusht 1998 në betejën e Hereqit, po ashtu të njëjtën ditë në betejën e Carabregut u përjetësua në altarin e lirisë dëshmori Sokol Sejfiaj nga Glogjani.